vendet e gjirit humbet çdo lloj vlere, sepse ti nuk mund ta përdorësh atë bazë. Pra për çfarë i duhet Amerikës ajo bazë? Edhe në rast se ti nuk vendos të ikësh, okay, mos ik, po për çfarë? I ke sjell për pushime pasaj ushtarët, sepse nuk ke çfarë forces përdor më, sepse ti s'mund ta përdorësh më këtë bazë për atë çfarë ti mendon ta përdorësh. E qartë. Pra nuk ka më vlerë baza, e mbajte se mbajte, ike sike baza jote s'ka më vlerë me nënshkrimin e këtij pakti. Prandaj këtu lufta po bëhet në rast diplomatik, pra secila palë me këto presione të përplasje. Nuk do të shërbejnë më, këtë thotë. Absolutisht kjo është që bazat amerikane nuk do të shërbejnë më. Pikërisht, por kur nuk do të shërbejnë? Në rast se ti nuk nënshkron, pra në rast se ti nënshkron këtë marrëveshje të paktit të mosulmimit, atëherë këto baza nuk shërbejnë më për asnjë gjë. E humbasin vlerën e tyre. Gjirit nuk do të shërbejnë më. Pikërisht, pra në këtë aspekt jeni. Prandaj është kjo deklaratë. Pra ka lidhje me këtë edhe puna e kësaj, ndërkohë Dritan ende është e paqartë, ajo korniza se si mund të shkohet drejt një armë pushimi. Shiko, aktualisht jemi në një armë pushimi jemi, pra është kjo pushim. Drejt një armë pushimi afatgjatë, firmosur, një deali që pretendon Trump, si Obama. Problemi është i tillë. Aktualisht nuk i intereson Izraelit që të rifillojnë luftimet në këto momente. Dhe Trumpi po mundohet të fitojë kohë për zgjatjen e kësaj. Po kjo kohë që Trumpi po fiton, kjo nuk do të thotë që Irani po rri pa bërë gjë. Dhe Irani po shfrytëzon këtë kohë për të bërë këto bisedime, të cilat mund t'i sjellin dëm më të madh. Pra, aktualisht, pse Izraelit i duhet kjo? Izraelit duhet kjo kohë për të rigrupuar forcat e saj. Po. Për të riforcuar pozitat e vet ushtarake dhe i duhet për të luftuar në Liban. Sepse në momentin që rifillojnë luftimet, atëherë Izraeli nuk ka më kapacitete që të angazhojë fuqinë e vet ushtarake ndaj forcave të Hezbollah në Liban. Sepse siç e pam, në javën e fundit të agresionit 30 ditor, pati një koordinim perfekt midis Iranit, Libanit dhe Hudhëve. Në të njëjtën kohë godisnin me të njëjtat objektiva brenda territorit dhe kjo e bënte mbrojtjen kundërajrore izraelite zero. Pra, aftësinë e mbrojtjes zero dhe i jepte mundësi më të mëdha Hezbollahut. Ndaj Izraeli po thotë tashmë punë me Hezbollah. Izraeli nuk ka kapacitete që të përballojë tre fronte një herë. Dhe pretendon të mbarojë sulmin me Hezbollahun, por edhe kjo sulmi me Hezbollahun nuk po mbaron dot. Dhe i duhet më tepër për të riforcuar pozitat e veta dhe për të forcuar strukturën e vet ushtarake dhe për të rritur kapacitetet e vet të mbrojtjes kundërajrore, pra prodhimin e raketave interceptuese, prodhimin e raketave të tjera, pra gjitha këto i duhet kapacitete që t'i rrisi. Dhe i duhet kjo kohë. Por ama Amerika po e kupton që kjo kohë që Izraeli i kërkon Amerikës ta mbajë varur. Kjo i kushton Amerikës sepse nga ana diplomatike dhe politike nesër në arritjen e kësaj marrëveshje midis Iranit dhe këtyre vendeve janë bazat amerikanizme, pra e pson Amerika, nuk e pson Izraeli, se Izraeli aty do mbetet, po në anë vend. Sepse problemi është që gjithë vendet e gjirit, pavarësisht se nuk kanë marrëdhënie me Izraelin, deri më sot nuk e kanë sulmuar në Izraelin. Mosnjohja nuk do të thotë mos ekzistencë, pra ata nuk e njohin, por nuk e kanë sulmuar. Dhe ata nuk janë kundra që ky Izraeli të ekzistojë brenda atij kufirit të 48-s të zgjeruar në 67-ën. Por ama jo për te këtij kufiri. Po mbasi shkon ai skenari që kemi diskutuar një herë këtu që Netanyahu ka kërkuar që SBA t'i fusi bazat e veta në do të jetë detyruar në momentin që nënshkruhet ajo marrëveshje midis vendeve arabe dhe Iranit, atëherë këto baza janë të pavlefshme, atëherë bazat do të zhvendosen në Izrael se nuk kanë ku shkojnë tjetër. Kështu që skenar pas skenari. Dritan, ndërkohë duket se midis Rusisë dhe Ukrainës duket se kanë agravuar gjërat. Rusia ka përdorur, është angazhuar në një nga sulmet më të mëdha thon prej fillimit të luftës. Çfarë ka ndodhur dhe pastaj diskutojmë domethënë çfarë pasojesh do ketë kjo vendimarrje. Rusia është kundërpërgjigjur një akti terrorist të Ukrainës me ndihmën e NATO-s. Ukraina para një javë, nëse nuk gaboj, ka goditur një konvikt nxënësish në Republikën e Luganskut, pra në pjesën e Ukrainës që pretendon që është e saj dhe ka goditur këtë objektiv civil, cili ishte vetëm një konvikt. Fëmijësh, nxënës adoleshent, duke vrarë 21 adoleshentë, duke plagosur 40 ca të tjerë. Pra, gjithë fëmijë adoleshent, goditja ka qenë me 2 valë, ka qenë goditja e parë. Dhe pastaj ka ardhur e goditja e dytë në kohën që forcat e ndihmës shpejtë kanë qenë aty për të nxjerrë të plagosurit ose të vrarët dhe është ardhur goditja e dytë.
e para ka treguar që është e para herë që Ukraina godet një objektiv civil brenda territorit të Ukrainës. Pra Lugansk që e konsideron të saj, në momentin që ti godet një objektiv civil, pra domethënë që ti nuk e konsideron më të tënd në këtë territor, pa e konsideron territor rus. Sepse deri më sot Ukraina është limituar dhe nuk ka goditur objektiva civil brenda këtij territori të saj, pra brenda Donetskut dhe Luganskut. Ka goditur objektiva civil më përpara, ura se ne, po të gjitha kanë qenë në territorin rus. Jo në territorin e saj. Është hera e parë që godet në territorin e saj. Dhe ata që ka goditur janë edhe shtetas të Ukrainës. Përveç që janë shtetas ruse, janë edhe shtetas të Ukrainës. Pra të goditurit. Pra ka goditurit shtetasit e vet. Dhe kjo e bën Ukrainë dhe kjo jep atë ngjyrën e terrorizmit. Pra Ukraina ka mbërritur në një lloj fashizmi terrorist i cili nuk do t'ia di më për asnjë gjë, as për qytetarët e vet, as për asnjë gjë. Dhe ajo çfarë ka ardhur nga Rusia është në kundërpërgjigje të kësaj. Pra rusët kanë vendosur të kundërpërgjigjen dhe kjo ka shtuar presionin në Rusi. Dhe Putini për të ulur presionin e brendshëm politik është detyruar të marrë këtë goditje, sepse ka kohë që në Rusi po flitet një presion të madh politik ndaj Kremlinit që për të marrë veprime ushtarake më të fuqishme, veprime ushtarake më decisive ndaj Ukrainës, ndaj vendimarrjes së Ukrainës dhe deri më sot dobësi kjo. Po, deri më sot nuk e ka marrë. Nuk është çështje dobësie, jo, po lexohet them. Ajo që si e lexojnë të paktën media apo komentatorë. Nuk po e lexojnë. Shikoj, nuk të kemi gjë. Kur thua lexon, domethënë është ajo, por këtu nuk kemi çështje leximi. Këtu po komentohet e tillë, jo po lexohet e tillë. Dhe komentimi është i qëllimshëm në këtë aspekt. Komentimi është i qëllimshëm për treguar që Rusia është e pafuqishme. Po 5 vjet. Po 4 vjet po shkon 5 vjet. Problemi, atë do të kemi një gjë që ata komentatorët duhet kuptoj presionin e brendshëm. Po pra edhe unë këtë po shpjegoj. Komentatorët evropianë që flasin për këtë dhe perëndimor nuk e kanë idenë se çdo të thotë të humbësh 27 milion njerëz nga populli yt. Pra Rusia ka humbur 27 milion veta në luftën e dytë botërore. Nuk ka familje në Rusi që nuk ka një të vrarë gjatë luftës së dytë botërore. Nuk ka. Dhe ata e mbajnë gjallë në rast se e mbani mend, me datën 9 maj u bë parada dhe pas paradës ishte edhe kjo parakalimi i memoris si quhet që parakalojnë me fotografitë e njerëzve. Pra ata e mbajnë gjallë edhe pas 80 viteve këtë memorie të 27 milion për një vend janë shumë. Edhe për një vend si Bashkimi Sovjetik si Rusia në atë kohë. Dhe rusët mundohen që të mos shkojnë në një përshkallëzim të tjerë ku të duhet të vriten edhe 27 milion rusë të tjerë, sepse në një përshkallëzim do të na çonte në një luftë midis Evropës dhe Rusisë, dhe një luftë tjetër midis Evropës dhe Rusisë do të sillte një shkatërrim tjetër dhe një vrasje, një humbje tjetër të njerëzve. Po, në një sasi të tillë. Për këtë arsye, mundohet që operacioni që Rusia të mbetet në nivelet e një operacioni dhe në nivelet e një lufte. Dhe prandaj kjo merr kohë. Pra nuk po bën një luftë. Dhe është shmangur kësaj. Dhe kjo shmangje nuk është kuptuar nga perëndimi dhe gjithnjë paraqitet si një dobësi. Realiteti është që nuk është dobësi. Pra është një veprim i zgjedhur taktik për të mos shkuar në përshkallëzim masiv, të madh. Dhe por kjo që thot perëndimi, normalisht ka edhe zëra brenda që kërkojnë që e kanë marrë këtë si dobësi, sepse normalisht mendja njerëzore pothuajse mund mendoj njësoj, pra se ti je në perëndim, je në Rusi, je në Kinë, po kur shef diçka mund ta perceptosh njësoj, që ti e percepton si edhe në Rusi e perceptojnë në këtë ka patur edhe ato dronët që ne kemi diskutuar që kanë shkuar deri në këtë aspekt, dhe çfarë kemi pasur? Pra kemi këtë goditje e para. E dyta kemi një deklaratë të presidentit të Ukrainës, i cili thotë, deklarata e bërë një ditë përpara kësaj goditjes që ndodhi në Lugansk dhe thotë, kemi deklaratë publike të tij, thotë që në rast se neve do perceptojmë se Bielorusia do bëhet bashkë me Rusinë për të sulmuar Ukrainën, ne do të bëjmë një sulm preventiv ndaj Bielorusisë. E qartë. Dhe preemptive që quhet, parandalues. Parandalues, preventiv. Dhe por 2 ditë përpara këtyre kemi një deklaratë të ministrit të jashtëm të Letonisë në një gazetë gjermane, Neue Zürcher Neuer Zürcher Zeitung, ku thotë që NATO i ka të gjitha kapacitetet që të rrafshojë të gjitha instalacionet ushtarake ruse në Kaliningrad. Pra, Ukraina po mundohet që
ta fusi NATO-n dhe Evropën në luftë me Rusinë, sepse nuk ka kapacitet tjera. Ukraina është duke paguar ëndrrën rusofobe amerikane dhe evropiane, se po lufton për shkak të rusofobisë evropiane, por po e paguan këtë rusofobi me njerëzit e saj. E qartë. Dhe do vi një kohë që ajo është përgjysmuar aktualisht nga ana demografike, po do vi edhe më tepër përgjysmimi. Humbja e njerëzve të saj. Dhe për këtë arsye kërkon me çdo kusht që kjo përballje të zgjerohet, pra të mos mbetet në Ukrainë, që në këtë luftë të hyjë edhe Evropa, ose të hyjnë edhe vendet balltike dhe dikush tjetër, sepse duke hyrë ato, atëre barra e luftës nuk do të mbetet vetëm në Ukrainës. Normalisht. Pra, këtë kërkon ai, siç do kërkonte çdo kusht tjetër. Por kemi një retorikë evropiane e cila po çon drejt për shkallëzimi. Dhe të gjitha këto në Moskë figurat ndryshme perceptojnë dhe mos reagimi i Rusisë, i Kremlinit si dobësi. Dhe është presioni brendshëm që i bëhet Putinit për të reaguar. Dhe ky reagim që ka ardhur tashmë me këto goditje që ka përdorur edhe Oreshniku, edhe Kinzhali, është përdorur edhe Dagri, edhe Zirkoni, për të parë është përdorur edhe Zikoni, ka sjell të reagim për të ulur këto zëra që kërkon një reagim akoma më të madh të Rusisë për të shmangur, sepse Rusia nuk po do të shkojë në një përplasje totale, sepse çdo përplasje totale nuk ka rëndësi kush e fiton. Pavarësisht se unë jam bindur që në këtë përplasje totale sot në këto kushte Rusia e fiton, por ama nuk e fiton pa një kosto të madhe. Dhe kjo kosto do të jetë edhe njerëzore. Prandaj e përmenda 27 milionë më përpara. E qartë. Dhe për të shmangur këtë kosto njerëzore, që është e pashmangshme në momentin e një përplasje, atëherë çfarë bëhet? Zgjidhen metoda taktike, mënyra taktike. Pra, njëherë një goditje ashtu, njëherë një goditje ashtu. Edhe kjo goditje ka të bëjë me këtë për t'i treguar Evropës dhe pjesës tjetër, që shikoj që neve mund të përshkallëzojmë dhe ky përshkallëzim, dhe tashmë ky përshkallëzim është vendosur që të jetë sistematik. Dhe dje ka pasur një bisedë telefonike midis Lavrovit dhe Rubios. Biseda është iniciuar nga Lavrovi dhe janë bërë të qarta 3 pika. Sipas Kremlinit, që Lavrovi ka bërë që goditja që nisi që u bë parmbrëm do të jetë sistematike, pra do të jetë e vazhdueshme. Pra do të vazhdoj në këto terma goditje. Në këto terma goditje, pra, sepse tashmë janë goditur qendrat të vendimarrjes ushtarake. Deri më sot qendrat e vendimarrjes ushtarake nuk janë goditur. Pra, janë goditur shtabe batalione, shtabe brigada, shtabe divizionesh, por nuk janë goditur. Për herë të parë është goditur shtabi i përgjithshëm i forcave toksore të Ukrainës. Pra deri në 4 vjet luftë nuk ka qenë goditur. Pra është vendimarrja kryesore e vërtetërisë. Nuk është goditur për shkak të një vendimi, jo të pafuqisë. Vendimi është politik, jo të pafuqisë. Pra vendim për shkak të Putinit. Pra vendimi ka qenë politik. Edhe tashmë është vendimi politik. Dhe ka përcyer ky vendim politik. Dhe kemi kaluar në këtë nivel. Kemi kaluar në këtë nivel. Janë goditur qendra të tjera të rëndësishme të bashkëpunimit midis forcave ukrainase dhe forcave të tjera të NATO-s që ndodhen në Ukrainë. Dhe në pikën e dytë është kërkuar evakuimi i diplomatëve dhe personelit amerikan dhe europian në forcat armatosura të Ukrainës dhe në të gjitha këto qendra ku prodhohen. Pse? Po diplomatës, po duhet ta kuptojmë, nuk ka të bëjë me diplomatët që janë në ambasadë. Pra nuk ka të bëjë me ambasadat. Pra largoni. Kur thua diplomat, ka të bëjë me atë personelin tjetër që NATO dhe Evropa ka vendosur të çuajë në Ukrainë, që nga viti 2022 kur kanë nisur luftimet, si personel në kapacitetin e trajnuesit, si personel në kapacitetin e përdorimit të armëve dhe sistemeve të cilat nuk përdoren dot nga Ukraina. E qartë, specialistëve. Pikërisht, në nivelin e këtyre specialistëve, dhe këta specialistë konsiderohen si diplomat, pra janë ardhur në vazhdën e diplomatëve dhe për këta diplomatë në thojza, për këta diplomatë bëhet llaf. Pra është dhënë se nesër kur të goditen këto qendra, këta do të vdesin dhe nesër nuk mund të thuash që dalësh që goditë vdiq edhe një diplomat i imi. Kështu është diplomat, unë ta kam bërë të qartë. E qartë. Pra kjo është. Dhe e treta, pika e tretë ishte që u përcaktua që marrëveshja e Alaskës e viti 2025 po zhbëhet. Problemi i kësaj është për neve që ne nuk e dimë se cila është marrëveshja e Alaskës. Pra sepse për marrëveshjen e Alaskës ka folur Trumpi, ka folur Rubio, ka folur Lavrovi, ka folur Putini. Po e kanë përmendur si marrëveshja e Alaskës e gushtit 2025, se mbajmë. Por ama çfarë përmban ajo? Nuk ka asgjë publike. Dhe nuk e dim për çfarë bëhet fjalë. Jo, me që jemi te ky përshkallëzimi, mbase me këtë lidhet prishja e marrëveshjes. Po nuk dim se cila është marrëveshja, se çfarë do të themi nuk dim se cila është marrëveshja. Pra këtu neve na humbet filli në këtë pikë sepse duke mos ditur se cila është marrëveshja, por derisa ata i deklarojnë që jemi po zhbëhet kjo marrëveshje, domethënë që kjo i bie që të ketë qenë një marrëveshje e rëndësishme. Dhe kjo po zhbëhet. Por ama çfarë do thotë? Ky njoftim që Lavrovi i bën Marco Rubios me telefon direkt
Pra, po i thot Amerikës që e para juve rrini jashtë kësaj, pra juve të rishni njerëzit tuaj, i bëni me dieni edhe Evropës dhe nesër në rast se kjo do të vazhdojë, në rast se kjo do të vazhdojë, kjo do të thotë që në pikën e parë që thotë goditja do të jetë sistematike. Po, kjo ishte goditja sistematike do të thotë që në një moment të caktuar, kjo goditje sistematike do vi duke përshkallëzuar dhe përshkallëzimi shkon në 3 pika, në 3 drejtime. E pika parë e përshkallëzimit ka të bëjë me vendosjen e një zone no-fly zone, pra zone ndalim fluturimi mbi detin e Zi. Dhe këtë e vendosin rusët një ndalim fluturimi. Pse mbi detin e Zi? Sepse të gjithë objektivat që Ukraina po godet, qoftë në zonën Luganskut dhe Donetskut dhe qoftë dhe në territorin e Rusisë, janë objektiva të cilat identifikohen dhe zbulohen dhe përcaktohen dhe drejtohen raketat dhe dronët nga këta avionët e zbulimit strategjik dhe nga këta që përmendëm, si ai Britaniku dhe edhe si ky Reaperi, të cilët fluturojnë mbi detin e Zi. Dhe në momentin që ti i vendos një blokad fluturimi mbi detin e Zi, do të thënë këta nuk fluturojnë dot, duke mos fluturuar mbi detin e Zi, atëherë nuk e kontrollojnë dot më këtë territorin dhe nuk japin dot më objektiva dhe nuk drejtojnë dot më këto raketat edhe këto dronat për të goditur të objektiva. Pra ky është pika e parë e këtij përshkallëzimi që mund të vijë në këtë. Po në momentin që kjo vjen, atëherë tu do të kemi një përplasje sepse në rast se rusët e zgjerojnë zonën e tyre të ndalim fluturimit dhe britanikët, evropianët ose edhe tentojnë të hyjnë, atëherë këta do të rrëzojnë këto avion dhe këtu mund të shkojë deri në një përplasje. Pra mund të krijohet një përplasje. Pra varet se si do vi. Në rast se kjo ndodh e para, atëherë vim te e dyta. E dyta ka të bëjë me goditjen e të gjitha kapaciteteve industriale të Ukrainës në vendet evropiane që kanë filluar ndërtohet ku po ndërtohen drone, materiale tjera ushtarake që janë vetëm për shërbim të Ukrainës. Kapacitetin e këtyre goditjeve. Pra kjo është niveli i dytë i përshkallëzimit. Niveli i dytë i përshkallëzimit. Dhe niveli i tretë i përshkallëzimit ka të bëjë me goditjen e të gjitha qendrave të vendimarrjes ushtarake të NATO-s dhe në Evropë në lidhje me Ukrainën. Pra siç kemi në Gjermani, tek ajo qendra në Wiesbaden të Gjermanisë, ndodhet qendra kryesore e menaxhimit të luftës të Ukrainës. Pra ku është angazhuar gjithë NATO, Evropa dhe KAD. Pra kjo është një qendër vendimarrje ushtarake e rëndësishme. Pra kjo është përshkallëzimi i tretë. Në rast se kemi hyrë në këtë përshkallëzim të tretë, ato do të thotë që kemi hyrë në një luftë midis NATO-s direkt dhe Rusisë. Po, nëse shkohet në këtë goditje. Sepse vetëm këto kanë mbetur tashmë. Nuk ka mbetur diçka tjetër. Në rast se do të vazhdojë sërish Evropa me këto goditje, në rast se do të vazhdojë sërish Ukraina me këto goditje dhe Evropa do të vazhdojë me këtë mbështetje. Retorika nuk ka të bëjë. Pra retorika që ata mund të flasin është për përdorim brendshëm. Retorika e Mark Rutte, retorika e këtyre. Duhen parë veprimet, sepse retorikën mund ta mbajnë, po veprimet mund mos bëjnë. Pra këtu është e gjitha. Jo, ajo që themi, ajo që pas ka thonë dhe Lavrov me Rubin është që kjo do të kthehet tani në diçka sistematike, në mënyrën se si do të vazhdojë, kjo pastaj është. Po, pra do të kemi vazhdimsi të goditjeve të këtyre qendrave të vendimarrjes ushtarake. Kjo nuk do të thotë që do të goditet Ministria e Mbrojtjes, po do të goditen qendra tjera, pra siç u godit shtabi i përgjithshëm i forcave toksore, mund të goditet shtabi i përgjithshëm i forcave ajrore, i forcave detare, shtabi i përgjithshëm i ushtrisë. Pra nuk do goditet fjalë atje në parlamenti, nuk do goditet. Jo, ka të bëjë vetë është përcaktuar qendrat kryesore të vendimarrjes ushtarake. Në këtë deri në këtë për shembull, është goditur pranë një nga pikat që është goditur me kinxhal, është goditur regjimenti, është një regjimenti presidencial, se ka 3 regjimente presidenciale që merren edhe me ruajtjen e presidentit, po edhe me aktivitete luftarake, dhe ky është regjimenti i tretë presidencial special. Është goditur komplet vendodhja e këtij regjimenti, pra godinat e tij, shtabi i tij, njerëzit e tij, gjithçka. Pra goditja ka qenë hera e parë që goditet një regjiment i tillë. Ky regjiment nuk ndodhet në afërsi të presidencës, pra ndodhet në periferi të Kievit, në një qytet tjetër, e ka bazën dhe ajo është goditur, që deri më sot nuk ka qenë sepse ka qenë shërbente dhe i shërben presidentit. Normalisht ka pasur zyrtar të kësaj, antar të kësaj, oficer të kësaj dhe ushtarë të kësaj që kanë drejtuar luftime në frontin e luftës, por nuk ka vepruar ky regjiment i tëri në frontin e luftës. Tashmë ky regjiment është goditur për të dhënë një sinjal që edhe këto regjimente që ruajnë presidentin, pra presidenti mund goditet, po këto regjimente të tjera që i shërbejnë atij mund goditen. Sa shanse ka Ukraina Dritan të rezistoj kësaj ofensive që paremron Lavrov në kuptimin e goditjes sistematike me oreshnik, me kinxhal apo zirkon? Nuk ka asnjë shans të rezistojë për arsye se ti nuk ka raketa Patriot apo interceptor tjerë. Nuk ka asnjë lloj interceptori dhe asnjë lloj rakete që mund të kapi Patriotin ose që mund të kapi kinxhalin ose që mund të kapi zirkonin.
Oreshnikun. Oreshnikun, edhe Zirkoni. Po them edhe Zirkoni se për herë të parë është përdorur edhe Zirkoni i lëshuar nga toka, sepse Zirkoni është një raketë e cila është prodhuar dhe përdorej vetëm nga anijet. Pra, deri më sot lëshoi vetëm nga anijet. Ka pasur zëra që Rusia po prodhonte një lloj Zirkoni që ta lëshonte edhe nga toka. Kjo është lëshuar nga toka, jo nga lëshuar nga toka, jo nga anijet. Ky lloj Zirkoni lëshuar nga toka. Edhe Zirkoni është një armë supersonike, pra hipersonike, sepse ecën me shpejtësi 9 Mach. Po edhe me ka distancën nga 500 deri 1000 kilometra. Kjo është distanca. Rrezja e veprimit është e shkurtër. 500 deri 1000 kilometra është rrezja e veprimit, por shpejtësia është 9 Mach, pra është diku të rreth 10.000 kilometra në orë. Shpejtësia e kësaj rakete. Edhe kjo është raketë që mund të mbajë mbushje bërthamore, po kryesisht përdoret për goditje taktike të nivelit me eksploziv ose me gjëra të tilla. Nuk është raketë balistike, pra është raketë cruise. Pra kjo ndryshon nga Oreshniku. Oreshniku është raketë balistike, kjo është raketë cruise. E qartë. Pra këto ka. Dhe aktualisht nuk ka kapacitete për të përballuar këtyre dhe në rast se këto do të vazhdojnë goditjen, Ukraina nuk mund të rezistojë gjatë, pra ose detyrohet të fragmentohet. Pse po bëhet kjo? Dhe kjo po bëhet për ta ndarë vendimarrjen. Pra ky veprimi i Rusisë është bërë kjo goditje, nuk e përjashtoj që të bëhen edhe 1 ose 2 goditje tjera, pavarësisht se ata thonë sistematike. Do të bëhen 1 ose 2 goditje tjera, maksimumi edhe 3 goditje tjera. Pse po bëhet? Po bëhet në mënyrë që ta ndash ushtrinë ukrainase. Pra aktualisht vendimarrja është në një, pra si thamë është goditur shtabi i përgjithshëm i forcave toksore. Po. Dhe çfarë bën tashmë ti për të eliminuar këtë goditje, këtë humbje të madhe, se mund goditet shtabi i përgjithshëm i forcave detare ose i forcave ajrore, ose shtabi i përgjithshëm i forcave se ata i kanë të ndarë, edhe shtabi i përgjithshëm i forcave speciale. Dhe çfarë ti tash je detyruar ta shpërndash këtë shtab. Pra të mos e mbash të mbledhur. E qartë. Në momentin që e shpërndan këtë shtab, në disa pika, e para vendimarrja bëhet më e vështirë. Duke qenë. E dyta, komunikimi bëhet më i hapur. Pra duke qenë të gjithë në një vend komunikojmë me gojë, nuk komunikojmë me radio, me telefon, me diçka tjetër. Kurse duke qenë të hapur, ky komunikimi hapet. Dhe në moment që ky komunikimi hapet, atëherë zbulimi i strategjik rus e kap të komunikim, mund ta kapi këtë komunikim. Pra ka më kollaj të kapi se çfarë bëhet. Pra në moment që ti shpërndan vendimarrjen, kjo i shërben nga ana operacionale dhe strategjike e Rusisë. Dhe këtë kërkon të bëjë Rusia. Prandaj them që do të ketë edhe goditje të tjera derisa ta shohë që kjo shpërndarje funksionon. Pra është shpërndar vendimarrja. Në moment që shpërndar vendimarrja, ty të humbet kapaciteti për të vepruar në kohë, të humbet kapaciteti për të marrë vendime në kohë, të humbet kapaciteti për të vepruar për të bërë operacione dhe për të drejtuar operacione, qoftë edhe në nivelit taktik, se operacionale dhe strategjik jo, po edhe qoftë edhe në nivelit taktik të humbet, sepse është çështje kohe. E qartë. Jo, atë që po mendoja ndërkohë që ti po flisje është që pse pikërisht pas kaq kohe, dakord, presioni nga brenda apo qoftë edhe goditja e atij konviktit, por a ka të bëjë kjo me një lodhje? Jo, nuk ka të bëjë me një lodhje nga ana e Rusisë, nuk kemi të bëjmë me një lodhje. Apo jemi thjesht në vazhdimin normal. Kemi në vazhdimin normal dhe tashmë kemi mbërritur në një pikë që edhe Rusia, edhe Ukraina i ka ristrukturuar forcat e saj. Dhe ky ristrukturim i forcave të saj ka sjellë një ristrukturim edhe të komandës së saj. Dhe normalisht që mund kemi një gjë që në nivelin në 4 vjet luftë, në 5 vjet luftë, Ukraina ka arritur që të bëjë një bërtham komanduese në të cilën nuk mund të hyjnë spionat e Rusisë. Në qartë. Sepse për 4 vjet ti ka arritur ta vërtetosh se kush reziston, kush pra është ndarë deri diku shapi me sheqer. Po, kush është kush. Dhe në këtë kush është kush e ke bërë një bërtham. Dhe duke qenë se ti nuk ke qasje të kjo bërtham, atëherë çfarë bën? Këtë bërtham ose e eliminon, si ajo dje, ose e shpërndan. Në momentin që e shpërndan, atëherë mundësia e daljes informacionit është më e madhe. Po, e qartë. Dritan, po pra çështja e kontrollit të informacionit strategjik. Po sidoqoftë Oreshniku përveç se arrin ato objektiva që arrin, Oreshniku duhet thënë që është edhe një raketë që mbart edhe simbolikën e vet kur përdoret, sepse e parajmoi edhe vetë Zelenski që Rusia po përgatitet që të hedhë një Oreshnik. Si nga e mori vesh Zelenski që Rusia po bëhet gati? Ata e merr vesh çdo kush, vetëm Zelenski. Pra nuk është Zelenski,